Dua të them që mandatet e katëra janë të pamundshme sot në një botë demokratike dhe dihet që Shqipëria dhe zoti Rama me këtë mandat futet në Guinnessin botëror të vendeve dhe regjimeve primitive feudaleske, siç është regjimet afrikane të Ruandës, ku liderët autokrat të saj kanë fituar, ose të ishujve komore, për të u bashkuar me këtë bashkësi dhe për të konsoliduar një pushtet. Në demokraci, ndryshimi i elitave është jo vetëm një frymëmarrje, por edhe një domosdoshmëri. Aq më tepër kur dihet që Partia Socialiste gjatë gjithë kësaj periudhe nuk ka patur rezultate të dukshme, gjysma e qeverisë së saj ka përfunduar për shpërdorim dhe abuzim në burg, kur dihet që premtimet kanë qenë të shumta, por nuk ka patur as transparencë, nuk ka patur as llogaridhënie, ka patur një diktat.